Luftojmë Lucianën nga Rjolli, e cila ka bërë luftën më të madhe që është parë në atë vend deri më sot. Mirëmbrëma të gjithëve. Tani siç e keni vënë re, tani është orari që kryeministri jon në detyrë, po jo që na përfaqëson bashkë me taun, na bëj një foto me që jemi më pak, po nuk guxojnë të vinë pas gjysmore kur sheshi mbushet plot dhe të shikojnë se sa shumë shqiptarë jemi kundër tyre. Megjithse propaganda atyre nuk funksionon, sepse zëri jon është shumë më lartë se ata, zëri jon ka mbri shumë më lartë se ata, na kanë dëgjuar në Bashkimin Evropian, na kanë dëgjuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, na kanë dëgjuar të gjithë partnerët real të Shqipërisë dhe që duan Shqipëri një vend më të mirë, ndaj ne të vazhdojmë çdo ditë më shumë. Miqta nga Vlora na kanë sjellë disa bidona bosh këtu që t'ju mbushim ujë nga Tirana, me që Tirana ka ujë 24 orë, kështu që ju ftoj gjithëve që t'i ndihmojmë me ujë, në qoftë se kemi vërtet ujë 24 orë. Rama me qeverinë e tij po merren çdo ditë personalisht me çdo protestues, por nuk kanë guximin të merren me të vërtetën dhe me kërkesat që ka protestuesi që t'japin dorëheqjen. Kam vetëm një mesazh ose një thirrje për gjithë ata që mbështesin protestën. Ju lutem të qëndrojmë të bashkuar për tendasive të vogla që mund të kemi. Patjetër që secili nga ne mund të ketë nga një defekt ose nga një problem, nuk besoj që ka njerëz përkryer. Ndaj ju bëj thirrje të gjithëve të qëndrojmë të bashkuar dhe mos bim prej propagandës për të përçarë protestën. Patjetër jam shumë falenderuese, besoj që gjithë së bashku jemi shumë falenderues të gjithë atyre që bëjnë një punë fantastike online, duke përcjellur protestën, duke denoncuar shumë raste, por ju lutem, mos përgojoni njerëz pa ditur se si është e vërteta. Faleminderit dhe çdo ditë më shumë deri në arritjen e qëllimeve tona. Rama jep